Në jetë shumë shpesh kemi dëshirë të jemi ata që s'jemi, por mediat janë të pamëshishme. Prive tregon të vërtetën duke vrarë falsitetin dhe kujdesin e pakujdesshëm. Çka realisht nuk ishte dashur me ndodh në vitin 2015, por ja që ndodhi. Na i përmbledhëm materialet e radhës për sonte. Shikoni se si duket pakujdesia të famshëmve. Këngë me bollëk, koncertet e një pas njëshme e intervista. Të gjitha këto barazohen me dalje të shumta publike, por jo të gjitha shkuan mirë. Prive sjell një listë me gjëra që do ishte më mirë të mos kishin ndodhur në 12 muaj që lan pas. Që nga janari, emri i saj ishte ndër më të klikuarit në mediat online. Bëhet fjalë për Bleonën e cila nuk ndaloi për asnjë moment të prodhuarit në një garë ku këndohet pozimi për martesë që mori nga një doktor. Unë mora spunto nga gazeta. Përmes një deklarate publike në shtyp e më pastaj edhe në ekran, Dalipi kërkoi dorën Bleonës. Për kjo më mirë të mos kishte ndodhur, sepse përpos që mori jo nga Bleona, Dalipit nuk i shkoi mirë me rrethin e shoqërisë. Si këngëtare, si një artiste e madhe që ka bërë me shumë munde sakrica ka arritur majat në Amerikë. Vendosa që të prononcojmë disa mendime. Edhe pse në verën e 2015-s mori betën, fillimi nuk ishte i mirë për Bebe Rexhen. I ka ndodhur një moment në karrierë, të cilin kjo përzgjodh kënga që do përfaqësonte Shqipërinë në Eurosong. Pavarësisht vokalit të mrekullueshëm të Elhaj Dadanit, shqiptarët nuk u ndonë të kënaqur me zgjedhjen e bërë. E me sa duket dëshira e kombit të mos përfaqësohet si me atë këngë u bë realitet. Tërheqja e kompozitorit bëri që Dani të zgjedhë një tjetër këngë për Kur jemi tek festivalet, në 2015 këto evente sollën më shumë se muzikë. Kënga magjike mban primatin për vitin që e lan pas. Skandali i parë ishte përjartimi nga finalja e asaj që kishte marrë votat e duhura. Exona Ademi, e cila ishte në vendin e 20, duke fituar kështu tiketën për finale, nuk u ngjet në skenë. Kjo për faktin se produksioni e zëvendësoi atë me grupin Gjanex Trio, i cili u rankua në vendin e 33. Por nuk mbaroi me kaq. Këto votime ishin mos sherri edhe për dikë tjetër. Dy kantautorët Flori e Stine u përleshën me njëri tjetrin për pikë. 24 pikë Flori Mumajesi. I përshëndes të gjithë kolegët e mi, nga unë Flori, dhe nisi me piket. Nga 1 në 22. Shumë versione u dhanë për këtë çështje, por vendimi i gjykatës akoma nuk ka ndodhur. Për ta përmbyllur me kënga magjike, këto dy ngjarje më mirë të mos kishin ndodhur sepse humbin shkëlqimin e fjalës artist. Kur jemi te garat, mirë nuk i shkoi as tunës me Dancing with the Stars. Fillimisht, ajo që la për të dëshiruar është mos prezantimi i këngëtarës deri në ditët e fundit të nisjes së spektaklit. Por kjo kaloi shpejt, 12 javë shumë mund nga garuesit, por tashmë ajo që përflitej prej ditës njës si fituese u shpall. Por Tuna nuk e kaloi lehtë. Nga kjo garë u tha se mori vetëm kupën dhe jo çmimin e premtuar. Akuza me saj dhe producentes e bën këtë çështje të jetë në mjegull dhe jo të gjithë e kanë të qartë atë se çfarë ndodhi. Por me plot merit, ky rast zë vend në këtë listë. Ndërkaq qertë me një personazh jo publik pati Fjolla Morina. Ajo pati një incident me ish të dashurin në një kafeteri të kryeqytetit. E këtë ngjarje këngëtarja me siguri nuk do të dëshironte t'i ndodhte. Por një tjetër moment që lidhet me këtë rast janë deklaratat e saj jo fort të menduara për ekran. Për kur gjë në botë, se i kam pak mëdhoja une.
Mirë po përveç këtyre, është një personazh që do dëshironte t'i harronte disa momente në paraqitje publike. Koncerte, rrugë e televizion. Rritën gjokë si e tratoj goxha shpesh, për pavarësisht ciklit në atë moment, ora është mësuar dhe e kalon me sportivitet. Të gjitha këto, pavarësisht që janë pjesë e lidhjes së gjërave që më mirë të mos kishin ndodhur, nuk mund t'ja mohojmë ngjyrën interesante që ja shtojnë showbizit.